Përplasjet gjatë protestës së zhvilluar para kuvendit janë shoqëruar me të lënduar dhe shoqërime në polici. Sipas informacioneve paraprake, 7 efektiv të policisë së shtetit kanë mbetur të lënduar gjatë tensioneve me protestuesit, ndërsa 5 qytetarë janë shoqëruar në komisariatin nr. 1 në Tiranë për veprime të mëtejshme procedurale. Shoqërimet janë kryer pas incidenteve të regjistruara gjatë tubimit, ku protestuesit tentuan disa herë të çajnë perimetrin e sigurisë të vendosur rreth kuvendit. Gjatë përplasjeve u hodhën vezë, domate dhe shishe uji në drejtim të efektivëve, ndërsa policia përdori ujë dhe spray me piper për të shpërndar turmën. Pavarësisht tensioneve, protesta ka vijuar para godinës së parlamentit. Demonstruesit kanë rrethuar kuvendin dhe kanë vazhduar thirrjet kundër qeverisë, duke kërkuar dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama. Në terren vijojnë të jenë të angazhuara forca të shumta të policisë së shtetit dhe efektiv të forcës kombëtare të sigurisë, FNSH, të cilët kanë përforcuar masat e sigurisë në gjithë perimetrin e kuvendit. Protesta e zhvilluar këtë të njëjtë para kuvendit të Shqipërisë u shoqërua me tensione të forta, përplasje mes protestuesve dhe policisë së shtetit, si edhe debate politike brenda sallës së parlamentit. Qytetarët u mblodhën para kuvendit në të njëjtën kohë, kur deputetët zhvillonin seancën e fundit plenare të këtij sesioni parlamentar. Organizatorët kërkuan dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama dhe shfuqizimin e disa ligjeve, ndërsa gjatë gjithë protestës u dëgjuan thirrje kundër qeverisë dhe deputetëve që në orët e para të tubimit protestuesit mbërritën me arka të mbushura me vezë, të cilat më pas u përdorën gjatë përplasjeve me policinë. Ata larguan gardin metalik dhe më pas hoqën edhe gardin e dytë në anën e pedonales, duke tentuar t'i afrohen godinës së kuvendit. Përplasjet u përshkallëzuan kur demonstruesit tentuan të çanin kordonin policor dhe të deportonin drejt parlamentit. Në përgjigje, policia e shtetit përdori ujë dhe spray me piper për shpërndarjen e turmës, ndërsa protestuesit u kundërpërgjigjen duke hedhur vezë, domate dhe shishe ujë në drejtim të efektivëve. Gjatë protestës, policia kreu edhe shoqërimet e para. Fillimisht u shoqërua një protestues pasi vendosi kosha mbeturinash në mes të rrugës për të bllokuar qarkullimin e automjeteve. Më pas, numri të shoqëruarve arriti në 5, të cilët u dërguan në komisariatin nr. 1 në Tiranë për veprime të mëtejshme procedurale. Pavarësisht ndërhyrjes së policisë, protestuesit nuk u tërhoqën dhe vijuan të qëndrojnë përpara kuvendit, duke i drejtuar deputetëve thirrje të forta, mes tyre dhe analfabet, ndërsa parlamentin e cilësuan si parlamenti i krimit. Protesta u reflektua edhe në debatin parlamentar. Kreu i grupit parlamentar të PD-s Gazmend Bardhi akuzoi policinë e shtetit për përdorim force ndaj protestuesve dhe kërkoi ndërprerjen e dhunës. Nga ana tjetër, kreu i grupit parlamentar të PS-s Tauland Balla mbrojti veprimet e policisë dhe akuzoi opozitën për qëndrimin e saj ndaj protestës. Deklaratë që u pasua me replika të forta në sallë dhe me një tërheqje vëmendje nga kryetari i kuvendit Niko Peleshi për gjuhën e përdorur.